Namazi të jep fuqi, të lidh më shumë me Allahun, me burimin e pafund të mirësisë, bollokut dhe mëshirës. Kur lidhesh me Allahun, nuk shikon më tek kufizimet e tua, apo tek frika e mungesës. Nuk ke ankth më për të ardhmen, ti nuk llogarit më me mentalitetin e mungesës, se nuk ke mjaftueshëm, se duhet të kursesh ose duhet të kesh frikë nga e mnesërmja, por ti fillon të jetosh me mentalitetin e bollokut, se Allahu është furnizuesi im, ai e pa kufi dhe unë mund të jap, të shpenzoj, të jem zemërgjër sepse besoj në bollokun e tij. Ky është një ndryshim rrënjësor në mendje dhe në shpirt, është mënyra se si e sheh jetën dhe çdo sfidë. Kurani thekson shpesh sa herë japim dhe besojmë, Allahu na jep më shumë. Kur lidhja me Allahun është e fortë, ndalon ankthi, paniku, kopratësia apo pasiguria. Mos harro çelësi i bollokut të vërtet nuk është asgjë tjetër veçse besimi i thellë dhe lidhja e sinqertë me Allahun. Pra jep, fal, beso dhe zemra jote do të pushojë në paqe me sigurinë se Zoti yt ka mjaft për të gjithë.